Rreth 5 milion lekë është shuma që dyshohet se u grabit mesditën e së martës në një bankë të nivelit të dytë në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Teksa hetimet vijojnë, grupi hetimor ka ngritur dyshime se autori mund të ketë përdorur një pistolet lodër për të kërcënuar punonjësit e bankës dhe klientët e pranishëm në momentin e grabitjes. Ky dyshim është krijuar pasi sipas burimeve hetimore, detektori metaleve në hyrje të bankës nuk ka sinjalizuar praninë e një arme metalike në momentin kur autori hyri në ambientet e institucionit. Dyshimet mbështeten edhe nga dëshmitë e disa punonjësve të bankës, të cilët kanë deklaruar se arma e përdorur nuk u është dukur si një armë e zakonshme. Hetuesit po verifikojnë gjithashtu mundësinë që grabitësit të kenë pasur informacion të brendshëm për lëvizjen e parave në bankë. Sipas të dhënave paraprake, autori ka shkuar drejt për drejt sportelit ku ndodhi shuma më e madhe e parave, çka ka ngritur dyshime për një bashkëpunëtor të mundshëm. Nga kthyrjet e kamerave të sigurisë rezulton se autori ishte i veshur me rroba të zeza, mbante një skafandër motorciklete dhe lëvizte me një skuter. Sipas hetimeve, ai dyshohet se ka ndjekur një gruaj që po shkonte për të depozituar një shumë të konsiderueshme parash. Në momentin kur ajo është afruar pranarkës për të kryer veprimin bankar, autori ka hyrë në ambientet e bankës dhe në kërcënimin e armës ka marrë shumën e vendosur mbi banak, duke u larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë, policia e Tiranës ka arrestuar për shpërdorim detyre 60-vjeçarin Fehmi Çullaj me detyrë roje sigurie në bank. Sipas policisë, roja nuk ka reaguar në momentin e grabitjes dhe nuk ka njoftuar në kohë strukturat ligjzbatuese duke dështuar të përmbush detyrimet që rrjedhin nga funksioni i tij. Grupi hetimor po analizon pamjet filmike, gjurmët e lënarën vendngjarje dhe prova të tjera materiale me synimin e identifikimit dhe arrestimin e autorit, ndërsa hetimet mbeten të hapura edhe për zbardhjen e rolit të mundshëm të personave të tjerë në këtë grabitje.